Ish ministri i mbrojtjes së Kosovës nën qeverinë e Albin Kurtit, Armend Meaj, përmes një shkrimi në Facebook ka bërë thirrje që të mos përdoren etiketime si argati i Serbisë, tradhtar apo të tjerë në diskursin politik në Kosovë. I njoh të gjithë liderët, thot ai, dhe askush prej jush nuk është kundër Republikës, kundër kombit apo kundër interesit të Kosovës. Prandaj Meaj bën thirrje që këto terma të shmangen. Të nderuar udhëheqës politik të Kosovës, para nesh po vinë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare dhe zgjedhja e presidentit, dy procese kyçe që do të përcaktojnë drejtimin e shtetit për vitet e ardhshme. Ky është një moment i ndjeshëm për Kosovën, për demokracinë tonë dhe për rrugën tonë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Pikërisht tani vendi ka nevojë për qetësi, maturi dhe bashkëpunim, jo për përçarje e fjalë të pavërteta. Kosovës nuk i shërbejnë etiketimet e ulta si argati i Serbisë, tradhtari në interes të Rusisë, hajne jo luftëtar, jo adetar apo shkatrues. I njoh të gjithë liderët e partive shqiptare dhe askush prej jush nuk është kundër Republikës, kundër kombit ton apo kundër interesit të Kosovës. Këto gjuhë nuk na forcojnë, vetëm na dobësojnë. Inati personal, luftërat e kota politike dhe përplasjet e panevojshme nuk mund të vendosen mbi interesin e shtetit. Inati nuk mund të jetë më i madh se vlera e Kosovës, e popullit tonë dhe e së ardhmes së vendit. Sa herë humbim kohë duke u grindur mes veti, vetëm ata që se duan Kosovën të fortë përfitojnë. Thirrja ime e sinqertë për të gjithë ju është kjo: pavarësisht dallimeve politike, bashkëpunoni për ligjet, marrëveshjet, buxhetin dhe proceset e shtetit. Kosova nuk e përballon më barrën e përçarjes, humbjes së kohës, shpenzimeve të kota e bllokadave të panevojshme, sidomos tani kur kemi hyrë në një fazë vendimtare drejt integrimit euroatlantik. Ju ftoj të garoni me programe të realizueshme, të dobishme dhe të ndershme, programe që e ngrisin Kosovën, jo që e dëmtojnë kundërshtarin politik. Qytetarët meritojnë ide të mira, punë konkrete dhe vizion për 4 vitet e ardhshme, jo akuza boshe. Kjo është koha që secili prej nesh ta vendos Kosovën përpara vetvetes, para partisë dhe para çdo interesi personal. Vetëm kështu ndërtojmë zgjedhje të qeta, të drejta e të besueshme dhe një shtet që u shërben qytetarëve të vet, jo interesave të ngushta. E ardhmja jon varet nga bashkëpunimi ynë sot dhe nesër. Kosova meriton më shumë, Kosova meriton unitet. 4 vitet e ardhshme do të kërkojmë bashkëvendimarrje, bashkëpunim, sepse për ndryshe rrezikojmë të mbesim gjithmonë në prag të NATO-s dhe të BE-s, por jo brenda shtëpisë së tyre. Ne duhet të jemi aty, ulur në tavolinë si partner të barabartë, duke marrë vendime bashk. Mbajeni parasysh këtë thirrje, nuk është thirrje politike, është një thirrje për Kosovën, për stabilitetin, për interesin ton kombëtar dhe për të ardhmen e fëmijëve tanë. Kosova ka nevojë për unitet, se NATO dhe BE-ja na pret, shkruan Armend Meaj.